Mirdita. Tani më, kur janë numëruar mbi 40% e votave, rezultati i zgjedhjeve të 11 majit është i qartë si drita e diellit të kësaj dite pranvere. Do të jetë e vështirë të gjenden fjalët për të falenderuar të gjithë qytetarët që përmbushën detyrën e tyre demokratike dhe patriotike duke votuar masivisht në një pjesëmarrje domethënëse, brenda edhe jashtë vendit, pavarësisht për kë votuan. Falenderojmë po ashtu edhe ata mira komisionerë dhe vëzhgues të qendrave të votimit që me korrektesë garantuan një proces votimi të qetë dhe me standarde. Pavarësisht disa urvative sporadike, sa artificiale, aq edhe të kota, edhe shesharakre për të krijuar turbullira. Tani është koha ta çojmë drejt mbylljes me dinjitet qytetar dhe me bindje ligjore këtë ushtrim të bukur demokracia. Zvaritjet e procesit të numërimit janë të pajustifikueshme në sytë e popullit sovran dhe ndikimet politike mbi numëruesit janë të dëmshme për ata vetë. Çdo vot duhet të numërohet me respekt dhe për ulësi për çdo votues. Prandaj, ju bëjmë thirrje të gjithë komisionerëve dhe vëzhguesve që të respektojnë ligjin dhe të vazhdojnë punën për ta përmbyllur me sukses dhe me standarde sa më të larta procesin deri në shpalljen e rezultatit final, pa rënë prej ndikimeve politike dhe pa luajtur me zjarrin e ligjit. Faleminderit.